Ma ka operu ushtorin, ja ka heknjen në plumb, ky tjetri tha, nëse e gëzën lirin, ta hekin liri, shku ka rrezik. Tjetrin e ka hek pas luftës, një ushtar o plagues me 2 plumat e mitrolezit. Po kjo më ka ndodhur dikun pas hyrjes së misionit të SBS, në kohën kur në tetur të 98-s ka hyrë misioni i SBS ose pjesë e këtumit amerikan, ajo ka qenë pjesë e inkorporuar me të SBS. Edhe ne kem fillu pastaj takimet e shpeshta me ta, vishin na vizitojshin, kem pas jashtëzakonisht bashkëpunim të mirë me ta. Edhe mu ka plagues një ushtar që ka qillu dhe kushëri afërt i imi me 2 plumat mitrolezit në qafë. Edhe kam thirrë shefin e misionit të SBS, që ishte në PI, që më bëleke këtë regionin. Edhe kam thonë, mu ka plagues që shtu një ushtar, po i tërgojnë për mes telefonit. Edhe po më thët, po misioni që ka dhëtë me bona, thash, ju dhëtë me shumë ma morë mjeku në PI, unë po zbëlloj edhe emnin e mjeku, tash asaj së në jetë, nëse s'ka bëj para 2 viteve, ka vdek Iso Kaliqani, një kirurg, jashtëzakonisht i mirë. Edhe kam thonë me shumë ma morë jo me gjipat juj, me ma kamuflu si punëtor t'jujin, edhe me ma prunë sferk, me ma operu. Edhe pastaj unë i morë me pjesën tjetër, ku me i prit mjeku, ku me dalë ta, ku me shku ata me morë. Ma kanë morë mjeku në pe, ma kanë prunë sferk, që ati Skaliqanin, doktorën e respektum. Ma ka operu ushtarin, ja ka heknjen në plumb, ky tjetri tha, nëse e gëzën lirin, ta hekin liri, shku ka rrezik. Tjetrin e ka hek pas luftës. Po ka rezultu me sukses. Absolutisht, edhe ka rezultu që ma prunë edhe po thuj se një bagazh të ati gjipit ma tyne me ilaçe, që na ke shumë jashtëzakonisht nevojë për ta. Po kemi shku, kemi falendru bashkë me atë ushtarin pas luftës, veçanërisht atë mjekun. Po du më thujë në rase që na kanë ndodhur dhe që nuk harrohen letë, po jemi përballë me të se u dashke me i bon zgjidhjet e mundshme që ishin për kohën.